Të nderuar shikues të Veriu Sporti, me përsëri së bashku drejt drejti nga tribuna e stadiumit Doro Boigi. Sa po është një ndeshja, Vazhdi Elbasani fiton Vazhdia 2-1 me bashkënues Bekim Bale dhe Kevin Dote. Randucci vjen nga Austria me shans për Vazhdin. Ju pëlqen ndeshja? Me të vërtetë ndeshja shumë e bukur. Domethënë, nëse mund të bëj një përmbledhje, ishte pika e hera e parë që unë shoh Elbasanin një ndeshje të plotë. Do të thoshe, si me një fjali që naqës që fitoj Vllaznia, por merdi keq që humbi Elbasani. Domethënë, keq ndeshje e bukur ishte, se vërtet një ndeshje elitare e kampionatit shqiptar. Shumë vërtet ndeshje e bukur. Ma mendoni se një duel rivalës me vërtet pastër, bukur me gjitha format nga futbolli, ashpër, diskutime, domethënë një lloj derbi, diçka e tillë, por më se nuk mund ta qenë derbi, pa një derbi kultivi futbollistik shumë bukur. Por si do të thotë, 3 pikë shkojnë për Vazhdinë, e cila shpjegohet edhe më tepër. Absolutisht, ne bëmë mohabet pas para ndeshjes, disa minuta para ndeshjes, edhe ishte të mendimin që si vjet janë të plotësuar të gjitha kushtet e Vllaznia plati kampionatit. Jo vetëm që ekipi është shumë mirë, po pastaj vijnë edhe këto kushte të tjera anësore ose gjithë anësore, po shteti që domethënë shteti arbitrat nuk janë kundër, sepse opinioni nuk është kundër, do të thonë janë opinioni shkollor, po opinioni në përgjithësi, po edhe federata, domethënë gjithçka kështu në favor të Vllaznisë. Edhe sa që është një vazhdim që duhet kurzohet me medalje. Mund ta themi se Luçi ka ardhur nga Austria për dy gëzimin e një ditë. Përjetoi atmosferën festive të përvetorit të Vazhdisë, 107 vjet Vazhdi, por edhe fitoren në Vazhdisë. Urime, fati është Vazhdi. Ja. Fati është në dorë të ekipit bile, jo vetëm të ekipit. Edhe të stafit e trajnerëve janë disa struktura që punojnë, sepse janë me struktura të cilat nuk janë te kamera, nuk janë në rreshtin e parë, janë të që punojnë nga mbrapa. Domethënë është një kompleks që punon edhe që besoj që do të shpërblet. Edhe festa sot ishte simpatike, pavarësisht që ky shiu i ashpër i Shkodrës ndikoi negativisht dhe e frenoi në një farë mënyrë shohun i fillit të përgatitur. Po gjithsesi është shumë bukur në takim me shokët e dikurshëm, me shokë të ri. Ishte gjithçka organizuar. Ju faleminderit për intervistën inshallah përpara fillimit të ndeshjes, por ka qenë fundi vetë konkluzion ndeshjes Vazhdia Elbasani. Faleminderit.